Sepse linja e Trumpit është e dhimbshme për Albin Kurtin. Por jo vetëm për Albin Kurtin, por është e dhimbshme për George Sorosin dhe për interesa sorosiane në Kosovë. Pra ju mendoni se do goditet dhe Edi Rama dhe Albin Kurti nga Donald Trump? Zoti Rama dhe Albin Kurti dhe kryeministra Sorosian janë goditur nga zoti Trump. E mospërfidhja është goditje më e rëndë se sa të citoj dikush emrin tënd. Po, se e kemi parë në takime që më shumë ka preferuar të ketë komunikim dhe takime me presidenten Vjosa Osmani se sa me Albin Kurti. Që do të thotë, zoti Trump mund të thotë mundet të vendosni zonjën Osmani kryeministre dhe zonja Osmani nga presidente të bëhet kryeministre me votat e Albin Kurti, sepse zoti Albin Kurti është bërë me votat e zonjës Osmani kryeministër. Se kështu është politika, me kështu bësh me vota bësh, nuk bësh me sepse do Bideni dhe Clintoni. Dhe në fakt ka një moment në takimin e Parisit ku u inaugurua katedralja e Parisit, ku Donald Trump takohet me Vjosa Osmanin dhe Edi Rama e shikon me bish të syrit duke qenë në distancë dhe duke u ndjerë komplet i përjashtuar nga kontakti që mund kishte me Donald Trumpin, pasi ka zëra dhe sipas shumë zyrtarëve theksohet që kanë qenë atë takim që këshilltarja e tij i ka bërë të ditur Trumpit që të mos e takojë Edi Ramën. Po është e vërtet ky fakt, por nuk e pranon zoti Rama, sepse zoti Rama nuk mund të pranojë që zoti Trump nuk e ka në linjën e tij. Por zonja Osmani është një ndër personat të cilët ka një linjë drejt për drejt me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me Shtëpinë e Bardhë, dhe zonja Osmani, për mendimin tim, dhe ato që vetë politika ndërkombëtare i nxjerr në korridore ose më mirë në linja zyrtare, zonja Osmani me Shtëpinë e Bardhë nuk ka probleme siç ka zoti Kurti. Pra zonja Osmani edhe me rastin Biden ka pas linjë shumë të mirë komunikimi, edhe me administratën Trump ka lidhje të mira komunikimi, po më lejoni t'ju them se ka linja komunikimi shumë të mira me Amerikan. Tani, a janë Amerikan biznesmen apo politikan, nuk ka pik lidhje, pra nuk ka rëndësi, por e rëndësishme nga kjo është që zonja Osmani ka një nivel komunikimi, linje, bashkëpunimi, marrëdhënie me amerikanët të shkëlqyer flas. Po zoti Kurti, zoti Rama, jo. Po të mbetemi pak të raporti i Donald Trump me Edi Ramën. Po Donald Trump konkretisht a ka një dosje të liderëve botëror, përfshi edhe ata në rajonin e Ballkanit, që pavarësisht se jemi vende të vogla si Shqipëria dhe Kosova, ku shfleton gjithë veprimtarinë e tyre politike, akuzat, dosjet që kanë konkretisht dhe në një moment mund ta nxjerrë nga sirtari për ta hedhur në veprim. Po hedhja në veprim nuk është ajo hedhja që unë po të vej gjobë ty. Hedhja në veprim është që unë kemi rastin e Sali Berishës që u shpanon grada. Pra, hajde më tako dhe flasim nga afër, edhe unë kam të them disa gjëra, po nuk është ai rasti që shiko unë mbaj diçka për ty edhe kur të ikësh nga pushteti do ta vendos kundër teje. Jo, nuk është kjo. Jo, nuk ishte ajo ideja. Jo, më falni, nuk ishte ajo ideja e pyetjes. Ideja e pyetjes është që çdo president që vjen në zyrën ovale, a ka i dosje të liderëve botëror që e konsulton për të parë që ky lider botëror është i vlefshëm për të atakuar, është i vlefshëm për të pasur kontakte me të, dhe në një moment caktuar, duke qenë se ka pasur akuza, siç është rasti i dosjes së Megonigal kundrejt Edi Ramës, mund të atakohet direkt nga presidenti Donald Trump duke qenë se ka korruptuar një ish agjent të FBI-s. Dhe është një gjë e rëndë, duhet thënë. Shiko, si e shikoj unë dhe me ato informacione që unë kam. Zoti Rama në Shtëpinë e Bardhë është kundërshtar me linjën Trump sepse është aleati i Sorosit. Kjo provua me martesën edhe me lidhjet e tij që ka me Sorosin.
por unë mendoj diçka më të gjerë me aq sa kam kuptuar dhe më kanë thënë. Goditja e Ramës nga Trumpi nuk do të vijë drejt për së drejti, po do jenë linja të tjera përtej Trumpit. Për shembull, një media ndërkombëtare do dalë dhe do thotë që Rama është i korruptuar. Një institucion vlerësimesh, leadershipësh do dalë që Rama është një autokrat. Pra, goditja amerikane ndaj Ramës nuk do të vijë ashtu siç duan të gjithë, të dali Trumpi tek shtëpia e bardhë thotë Rama armik i popullit shqiptar. Jo, nuk do të ndodhi kështu. Por do ndodhi në mënyrë periferike, që Rama nga institucionet mediatike ndërkombëtare do quhet si një person i korruptuar, si një person që mori 83 mandate dhe gjithë klasa e politike është në burg, dhe ndërkohë ai është jashtë burgut dhe përdor drejtësinë kundër tij. Sepse edhe raporti i Parlamentit Evropian thot një gjë të tillë. Pra, e gjithë goditja nga Trumpi nuk do t'i vijë Ramës drejt për së drejtë që unë po të godas. Sepse Trumpi nuk ka ndonjë interes me Ramën. Pra nuk ka një interes. Trumpi intereson Shqipëria dhe në aspektin ndërkombëtar intereson që Amerika të jetë prezente në Shqipëri. Nuk intereson fare Rama, as Kurti. Por, ju të keni parasysh që edhe Kurti edhe Rama në momentet saktuar do goditen nga politika ose nga institucione mediatike ndërkombëtare amerikane gjithsesi, dhe me rastin me Gonigan, nga lajme që qarkullojnë, që të vijë dhe në dieni dhe rasti Trump. Pra thot Trumpa, pas kemi një kryeministër të korruptuar në Shqipëri. Po nga e mësoi Trumpi këtë gjë? Nga mediat amerikane. Po nga e mësuam shqiptar që mediat amerikane e kanë nxjerr Ramën si të korruptuar për zgjedhjet? Pikërisht nga publikimet e mediave amerikane. Pra do të thotë që loja është më e gjerë, nuk është një lojë që Trumpi dele dhe thotë Rama, hajdut, jo si bën Berisha, Rama kriminal, krimi organizuar, terrorizëm e kështu me radhë. Jo. Do ndodhi që mediat e mëdha amerikane do dalin me statuset të tyre që thonë që një autokrat i Ballkanit, të bashkëpunëtori i Sorosit të kështu me radhë. Pra, linja është pak më ndryshe. Nuk është ashtu komuniste si e bënte Yuri Kim, që shkonte dhe thoshte do hani bar ju demokratët. Turp. Ajo e hongri bari, se Sali Berisha u bë kryetar partie. Vullën e mori, pavarësisht se ajo shkonte dhe ndikonte tek tek gjyqtarët. Pse ndikonte? Jo për vullën e Saliut. Po nuk mundet një ambasador të takoj 20 herë kryetarin e gjykatës kushtetuese. Nuk mundet një ambasador të takoj 100.000 herë kryetarin e SPAK-ut. Dhe SPAK-u pas 100 vitesh kujtohet që paska një kallëzim për Saliu dhe Saliu që ka i pandehur për një VKM që SPAK-u e kishte aty. Edhe tha, tani erdhi momenti që ne të tregojmë goditjen e madhe europiane. Këta janë mashtrime që të kënaqet një popull që jetojnë në varfëri ekstreme dhe kur të ngrej kokë ti thotë ti je i varfër dhe do të vdesur në varfëri sepse duhet të pasurohen të tjerë në kurrizin tënd. Këtë popull na kanë katandisur në këta maskaret ndërkombëtar. Se ka maskaret ndërkombëtar që vjen këtu 3 muaj ose 3 vjet, mbi pasurohen dhe në fund fare ne hajmë kokën e njëri tjetrit. Edhe na sollën një reformë drejtësie më skandaloze që nuk ekziston në planet. Edhe vinë pas të avokatë se të zgjasi gjyqi. Po me 500 vjet kur ti duar të ketë një ambasador mashtrus që të kalon pa gjykatë kushtetuese, pa gjykatë të lartë, që të vrasësh ti njëri tjetrin. Ky është fakt konkret. Edhe pret çfarë do thotë Trumpi. Çfarë do thotë Trumpi? Trumpi shtetin e vet do mbroj. Ambasadori çfarë do mbroj? Shtetin e vet do mbroj, nuk do mbroj popullin shqiptar. Ashtu si mashtrohen populli jon. Nuk ekziston ambasador të mbrojë interesin e shqiptarëve, përveç shqiptarët. Edhe Trumpi, amerikanët do mbrojnë, nuk do mbrojnë shqiptarët dhe Edi Ramën. Është turp ne si popull të besojmë që do zgjohet një ambasador të mbrojë shqiptarët. Kurrë nuk do t'i mbrojë. Madje dhe ja fusi gjithëve dhe thotë, dua të fitoj shteti im. Sepse ju duhet jeton në varfërinë e ignorancës, e paditurisë, e shkelmimit, edhe bullizimit ndërkombëtar,
që thënë shqiptarët hajdut kriminale dhe kështu, e ta vë tabel qitje. Edhe këtë them me plot bindje. Na afusin, tani mbajeni si të doni fjalën në futje.